Mirëmbrëma shikues të emisionit Doktor Plus, mirë se po takohemi sërish edhe në këtë javë. Sot do të flasim për një temë që prek secilin prej nesh, pavarësisht moshës, profesionit apo edhe mënyrës së jetesës. Po jetojmë në një kohë me ritëm të shpejtë të jetës pra moderne, ku informacioni po qarkullon pa ndërprirje. Pritshmërit po jenë gjithnjë e më të larta, por trurën apo i percepton pra këtë ritëm të jetës moderne dhe apo jemi edhe më të stresuar, si po ndikon edhe roli i rrjeteve sociale dhe edukimi i fëmijëve nga prindërit e tyre. Të gjitha këto do t'i flasim me psikologën klinike Atifete Sylla. Doktoresh, kënaqësi me të pasur në studio. Gjithashtu kënaqësi, faleminderit. Doktoresh, me qenë se po flasim pra sot për një temë mjaft të rëndësishme që prek shëndetin mental, si po percepton truri po themi ashtu këtë jetë, pra ritëm i shpejt jetës moderne të rinj, si po e përballojnë këtë? Padyshim është një ndër problemet që vërtet ka sot në ditët e sotme. Ne kemi çdo ditë studime që tregojnë për këto probleme. Shëndeti mendor, vërtet problemet e shëndetit mendor kanë një rritje drastike sidomos tek të rinjt. Së pari është dinamika. Dy rrjetet sociale kanë bërë që vërtet të rinjt të vuajnë sidomos nga çrregullimet e ankthit dhe nga ndjenja e nënvlerësimit. Që do të thotë duke pa që rrjetet sociale shpërfaqin diçka sipërfaqësore dhe perfekte, kjo i bën trit me besu që duhet me qenë perfekt edhe konkurenca me njëri tjetrin. Po, sa ndikojnë këto emocionet, si stresi, frika në jetën e tyre, a mund të themi që këto po mund t'i përballojnë apo vetëm po i neglizhojnë? Padyshim që po i neglizhojmë, padyshim që neve prandaj kemi probleme të mëdha të shëndetit mendor, jo në vendin tonë, por në përgjithësi. Unë mendoj si në vendet e zhvilluara akoma është më theksuar, kështu që kjo është problemi që ajo ndikon direkt shëndetin mendor, sidomos trive. Prandaj mendoj si nuk po kushtohet rëndësi, ata shpesh po e neglizhojnë këto simptomet edhe problemet, edhe veç atëherë kur e shohin si vërtet po i pengon në funksionimin normal të jetës përditshme, ju drejtohen profesionistëve. Cilat janë ato shenjat e para që ata i neglizhojnë? Zakonisht në përgjithësi secili, sidomos te problemet e shëndetit mendor, secili individ është individual, unik, por edhe mund të ketë simptome jo të njëjta me të gjithë. Prandaj shpesh edhe ky është problemi kur ata shohin në rrjetet sociale njerëz të cilët nuk janë të fushës që diskutojnë për problemet e shëndetit mendor dhe neve duhet me cek si jo të gjithë kanë simptomet e njëjta. Prandaj kjo është problem shumë i madh edhe ata vetë me identifiku që kanë problemet shëndetit mendor. Paraprakisht mundet me qenë problemet me gjumin, mund me qenë një frikë e pashpjegueshme, frika që mos ka probleme të shëndetit fizik, pastaj simptomet fizike, humbje disponimit, ndjenja e inferioritetit, ka shumë simptome, por janë shumë individuale. Kjo në varësi të individit, në varësi të triut që e prek. Pa janë këtu nga simptomet e para që ata mund të ndjejnë veten të gatshëm të bisedojnë me një psikologe klinike ose të diskutojnë me dikë të afërm të tyre që të shprehë ndjenjat ose emocionet e tyre. Jo, zakonisht problemi është se ata vinë shumë vonë. Ata vinë në një kohë kur ata vërtet ju shkakton shumë dëm në jetën e përditshme, edhe nuk funksionojnë normalisht në jetën e përditshme. Që do të thotë ndodh që ata lën punën, ndodh që ata nuk mirën mas një aktivitet edhe rrinë vetëm në shtëpi, ndodh se çdo ditë shkojnë te profesionistë të shëndetit fizik që të bëjnë të përsërisin dhe përsërisin analiza ose çfarë do të qoftë. Prandaj ky është problemi. Atëherë kur ajo vetëm ka kalu një kohë edhe është ma problem mu trajtu, ata ju drejtojnë profesionistëve. Po kjo kohë që po jetojmë sot, është me stresuar sa ata brezat më parshëm që e kanë jetuar? Padyshim që po, kjo është problemi, për shkak e shpjegova dinamika jetës, për shkak të
Në vendin tonë ka disa faktorë, po në përgjithësi edhe në vendet tjera, për shembull në vendin tonë është tranzicioni, është konflikti gjeneratave, gjë që është vërtet ka probleme mes gjeneratave dhe sot fëmijët dhe prindërit kanë një konflikt pas zgjidhur për shkak të këtij zhvillimi të hafshëm, si të teknologjisë, po në njëjtën kohë edhe të situatave që kanë ndodhur në vendin tonë. Neve e dim, shumica e prindërve janë rritë në një periudhë ku kanë përjetuar luftën, ndërsa fëmijët e ty edhe kanë përveç asaj kanë probleme zakonisht këta individ për shkak se vuajnë në përgjithësi prej stresit posttraumatik të luftës, gjë që nuk është trajtuar në vendin tonë. E kom theksu edhe e kom ritheksu gjatë gjithë kohës, tek neve kemi probleme shumë madhore në raport me këto. Imagjinoj një fëmijë si rritet nga prindër me këtë traumë, edhe ai patjetër që do ketë probleme. Po të njëjtën kohë është teknologjia dhe mënyra e gabuar e qasjes ndaj teknologjisë. Jo vetëm vendin tonë, kjo është edhe në vende tjera. Për shkak se është zhvillim çaq i hafshëm sa nuk ka dhënë një farë kohe për njerëzit për mu ambientu edhe mu mësu qysh me ju qas teknologjisë. Prandaj kjo ka shkaktuar probleme jashtëzakonisht madhore. Po kjo pjesa, do më thënë, e shëndetit mendor me shëndetin neurologjik edhe pjesa e shëndetit fizik që po i lidh. Sa ndikojnë këto mes vete? Padyshim, këto janë ndërlidhne. Nuk ka vetëm shëndet fizik edhe ose shëndet mendor. Këto janë ndërlidhne. Nuk ka mundësi, për shembull, shumë probleme të shëndetit mendor ose çrregullime e ndikojnë shëndetin fizik. Se lirohen hormone të caktuara të cilat ndikojnë shëndetin fizik, po edhe kundërta. Edhe problemet të shëndetit fizik ndikojnë shëndetin mendor. Prandaj nuk ekziston ndarje, përkundrazi, zakonisht atëherë kur në shëndetin fizik zakonisht sidomos tek problemet e shëndetit mendor shfaqen problemet me lukthin, me abdomenin, për shkak se janë shumë të ndërlidhune. Njëjtën kohë kur neve kemi probleme për shembull me stresin, me ankthin, lirohet kortizoli, ose hormoni i stresit i cili patjetër që ka me ndiku shëndetin fizik. Kështu që këto janë shumë të ndërlidhune. Prandaj shpesh edhe kur kanë individ që kanë probleme të shëndetit mendor, neve përveç seancave ose trajtimit shëndetit mendor, neve njëjtën kohë ju rekomandojmë edhe për kujdesin ndaj shëndetit fizik, si aktiviteti fizik ose ushqimi ose çfarë do qoftë. Janë edhe ato traumat që kanë përjetu, pra përvojat e jetës së tyre, më shumë e bojnë edhe mënyrën se si e jetojnë, mandej edhe botën si e shohin, janë ato perceptimet e tyre. Padyshim, problemet e shëndetit mendor edhe traumat ndërlidhen me mënyrën se si e percepton jetën, me mënyrën se si e sheh botën. Ky është problemi. Prandaj problemet e shëndetit mendor nuk duhet neglizhuar, sepse një person i cili është në depresion, ai nuk sheh as bardh as ngjyra, ai sheh vetëm zi. Edhe vërtet si është një gjendje shumë e rëndume, është një gjendje shumë e rëndë, është një dhimbje shumë e madhe emocionale. Nganjëherë dhimbjet emocionale janë shumë më të rënda se ato fizike. Prandaj nuk duhet me i neglizhu. Unë mendoj shpesh njerëzit tek neve, sidomos ekziston stigma edhe për këtë arsye vujnë, jetojnë me atë dhimbje edhe nuk ju drejtohen profesionistëve. Gjë që është vërtet përkeqardhje. Doktoresh, është përkeqardhje dhe kohët e fundit këto humbje të jetëve të shumë personave, shumë aksidente, shumë humbje jete po ndodhin, si përjetojnë edhe ata familjarët e tyre, ato dhimbjet e fëmijëve të cilët kanë humbur jetën? Vërtet është e rëndë. Jashtëzakonisht e rëndë, sidomos kur flasim për prindin që humb fëmijën. Është një gjendje, ajo nuk shërohet asnjëherë, ajo dhimbja ka me ekzistu aty, thjesht vetëm me kalimin e kohës, ajo fillon në thojza të zbehet. Përndryshe, ajo gjithmonë ka me ekzistu ajo dhimbje. Edhe këto, dashta mund të lidh me këto, me lajmet edhe me këto ngjarje që ndodhin.
pa tjetër që ka aksidente, pa tjetër që këto ngjarje nuk i ndikojnë veç familjet, këto ndikojnë edhe individ tjerë që shohin. Po, opinionin Sidomos publik. ata që kanë probleme ose janë të ndjeshëm ndaj problemeve të shëndetit mendor. Disa herë e kom theksu që duhet media të kenë shumë kujdes me këto lajme që japin, për shkak se këto kanë në një ndikim madhor, sidomos te njerëzit që kanë probleme të shëndetit mendor. Unë kom pas raste personalisht, kur ka qenë rasti i më duket i Naim Murselit, Po. edhe kom pas klient që me ngjarjen që e kanë dëgju, është drejtu te une për shkak se paraprakisht ka qenë e ndjeshme ndaj problemeve të shëndetit mendor. Dhe ju nuk e keni idenë sa shumë e ka përkeçu kjo ngjarje shëndetin e saj mendor. Prandaj media duhet të jenë shumë të kujdesshme në mënyrën se si raportojnë këtë ngjarje, edhe të jenë pak më profesionale në këtë aspekt. Po kjo pjesa, pse kaq shumë po ndodhin aksidente, po humbin jetë, është shkak depresioni, ankthi, frika, çka po përjetojnë ata persona në këto momente që vetë se po ndodh diçka në jetën e tyre? Aksidentet, mendoj si numri i aksidenteve, përveç, e tham edhe njerë si problemet e shëndetit mendor janë në rritje dhe kjo gjithmonë duhet me konë një faktor. Na nuk mundem me thonë me siguri çka po ndodh, po ajo çka mundemi me supozu është përveç kësaj, unë mendoj si edhe qasja, edhe kjo qasja ose lajmi që tash është i qasshëm së cili se çfarë të po ndodh. Plot ngjarje ka ndodhur përpara, po nuk ka qenë i qasshëm e gjithë popullsia. Tani këto lajmet bëhen edhe më virale, si thuhet. Tjetër, mendoj si tani edhe makina ka më shumë. Prandaj ka edhe aksidente më shumë. Kështu që unë mendoj si ndërlidhet me problemet e shëndetit mendor, po njëkohësisht mendoj si lidhet edhe me numrin e madh të makinave, që gjë që nuk ka pas përpara, edhe patjetër që edhe lajmet tash, lajmet sidomos to lajmet që vërtet e ndikojnë jashtëzakonisht negativisht shëndetin mendor të popullsisë, e që janë lajmet roza, po? Këto vërtet kanë me ndikojnë shumë, edhe këto zakonisht janë njerëzit ma t'interesuar ose ma kurreshtar me i dëgju edhe me i pa. Sepse ata janë më të influencuar në jetën e personave tjerë. Prandaj edhe ky është problem shumë i madh. Kështu që unë përveç kësaj e kam shumë të rëndësishme mediat me konë shumë të kujdesshme edhe në këtë aspekt. Kështu që ka njerë mendoj si kjo mënyra fokusimi shumë i klikimeve ka humbur pak edhe këtë profesionalizmin edhe ato çfarë vërtet media duhet me pas ndikim në shoqëni, e gjë që përveç se nuk janë edukative, patjetër ato duke pas parasysh se kanë ndikim, ato duhet patjetër të kontribuojnë në mirëqenien edhe pak në edukimin e shoqënisë, sepse kjo ka të bëjë edhe me etikën, edhe me mënyrën se si ata e perceptojnë nesër një shoqëni e cila vërtet ka pas ose ka pësu prej këtij institucioni. Po, cili është ai mesazhi juaj që jep familjeve që kanë pasur këto humbje të rënda në jetën e tyre, pra në familje apo qoftë në shoqëri? Vërtet është e rëndë, vërtet thjesht kjo është jeta. Kjo është jeta. Duhet ta pranojnë, neve duhet të jemi racional me jetën, neve duhet të jemi të vetëdijshëm se jeta ka të papriturat, përveç atyre momenteve të mira, ajo ka edhe momente të cilat vërtet janë tronda, thjesht duhet mu mundu me i kalu. Kjo është jeta, thjesht duhet me qenë racional edhe mu mundu me e pranu si diçka që ndodh. Po pse njerëzit kaq shpejt ndikohen ose mund të kalojnë atë pjesën tek ankthi dhe depresioni? Cili është ajo baza që ata me njëherë shkojnë në ankth, në depresion dhe nuk shërohen ose nuk i kanë, të themi, neglizhojnë ato simptomat që mund t'i kenë? Zakonisht, për me kalu shpejt në ankth edhe në depresion, ka disa faktorë. Përveç neglizhencës, është faktori gjenetik. Është fëmijëria,
gjë që është shumë e rëndësishme për jetimet në fëmijëri, traumat, atashimi, mënyra se si është trajtuar ai fëmijë ose ai individ. Njëjtën kohë është edhe vetë natyra e ndjeshme e disa individëve. Kështu që ka disa faktorë pse dikush mundet me kalu ma shpejt në ankth ose në depresion, ka disa faktorë. Por ajo çfarë është problematike tek neve është se ata vetëm kur vërtet jeta e tyre bëhet shumë e rëndume ose nuk funksionojnë normal në jetën e përditshme, i penalizon për aktiviteteve normale, atëherë drejtohen. Gjë që ata e lajnë, si ta themi, e neglizhojnë vetë, për shkak, unë mendoj për shkak të stigmës, po një pjesë edhe për shkak të kushteve financiare. Kushteve financiare. Po, unë mendoj si edhe kjo është një faktor në vendin tonë. Për shkak se ju e dini si nuk ka shumë qasje të profesionistët, sidomos të psikologët në institucionet shtetërore, prandaj shumica punojnë në klinika ose ordinanca private. Edhe patjetër që neve dim si jemi një vend i varfër, sidomos tritë, mosha e re, adoleshentët. Patjetër që edhe ky është një faktor shumë i rëndësishëm, gjë që nuk diskutohet ose shumë rrallë diskutohet. I kemi edhe të rinj që ankohen shumë për harresën. Pse kanë atë mendim që kanë harruar shumë shpejt gjërat, pe kanë atë lodhjen mendore tyre? Unë mendoj një ndër faktorët është qasja e tepërt ose mungesa e duhur e njohurive për më marrë me rrjetet sociale. Kjo mendoj si ka po sjell këto probleme, për shkak se gjatë gjithë kohës ata janë në rrjetet sociale, janë në telefona, janë qastre me teknologjinë. Patjetër që kjo përveç se ndikon te harresa, ajo ka efekte jashtëzakonisht negative edhe në shumë aspekte. Sa ndikojnë rrjetet sociale në vetë vlerësimin e tyre, se ka dhe prej atyre personave ose të rinjve, mund të themi më shumë, që shohin dikë që ka kaluar pushime diku në vendet të shtrejta, shohin fotografi të bukura, mundohen të bëhen edhe si ata në foto ose diçka tjetër, mundohen t'ju përshtaten edhe atyre që ta tregojnë edhe ata një lumturi, apo është vetëm një lumturi që mund të themi vetëm fake, mund të jetë. Jo, nuk është lumturi, përkundrazi ajo moment dhe shprimi. Për shkak se unë këto e ceka edhe paraprakisht, ato kanë ndiku, rrjetet sociale kanë ndiku që tritë mu marë me gjëra shumë sipërfaqësore. Edhe kjo patjetër që ka ndiku në uljen e vetë vlerësimit, patjetër që gjithmonë rrjetet sociale ekspozojnë vetëm ato më të mirën, edhe sa ma perfekt t'jen, nuk është ashtu neve. A jemi të prirur si shoqëri ta ekspozojmë vetëm më të mirën? Patjetër, jo vetëm neve, po e gjithë në përgjithësi si natyrë njerëzore jemi të prirur për këtë gjë. Kjo i ndikon shumë. Për shkak se mënyra se si e perceptojnë ata jetën, mënyra se si vlerësojnë jetën, çka vlerësojnë, kjo ka ndiku shumë. Prandaj unë mendoj si trit paraprakisht nuk duhet marrin si model këtu pushimet e shtrejta, këtë jetën e luksit, për shkak se vërtet, sidomos ata që ekspozojnë nuk është se po të gjithë njihen mirë ose janë të plotësuar, përkundrazi kjo ka bëu që trit mos me shfrytëzu aspektin emocional, por mu fokusu në mënyrën se si ata shihen para të tjerëve, që kjo patjetër që ul vetë vlerësimin, sepse vetë vlerësimi ty është i varur nga ato llojkat ose nga përqyeshmëria e tjerëve. Kështu që ata e gjithë vetë vlerësimi tyne është i bazuar nga të tjerët ose nga mënyra se sa miratohen nga të tjerët, sa validohen nga të tjerët, gjë që patjetër është mungesë vetë vlerësimi. Duket që ka një presion të madh pra për sukses, për me kanë më perfekt, me kanë të Unë mendoj si këtu edhe prindërit kanë një gabim shumë të madh. Edhe tendenca e tyre që fëmia i tyre me qenë gjithmonë i pari, me qenë maj miri, me qenë notat patjetër që duhet me qenë maksimale, kjo është gabim shumë i madh. Për shkak se është presion shumë i madh, edhe përveç asaj, kjo i bën fëmijët që t'jenë shumë konkurrues, por edhe egocentrik. Prandaj edhe prindit tu e kanë një dozë të fajt. Po, me qenë se kaluam edhe tek familja, pra çfarë roli luan shkolla dhe prindërit në këtë aspekt, sepse ka disa prindër që thonë shkolla edukon fëmijën,
por e dim që nuk është ashtu. Jo, as pak. Shkolla e arsimon. Edukimi edhe formimi personalitetit fillon në fazat e hershme të fëmijërisë, gjë që familja është ajo që mban përgjegjësinë madhore, patjetër që rrethi shkolla ka një ndikim, po jo maksimal atë sa e ka familja. Në fazat e hershme të fëmijërisë, edhe deri në moshën 7 ose 8 vjet, aty formohet personaliteti, edhe aty fëmijë ose individi ka marrë ato bazën që ka nesër do t'jetë. Gjë që në këtë moshë zakonisht ai është në shumicën e kohës me prindrit ose me kujdestarët që jeton. Prandaj fëmijëria, mënyra si atashimi, ato që e tham, lidhja e prindërve me fëmijën, ajo është baza. Shkolla patjetër ka një ndikim, po jo aq sa e ka familja. Kemi edhe ata prindër doktorësh që janë përkushtuar më shumë drejt punës dhe gjithkohën e kalojnë më shumë në punë se sa tek fëmia e tyre. A është kjo mungesa e kohës që japin fëmijëve të tyre për të kaluar një kohë për edukim, për diçka tjetër me bu me fëmijët e tyre? Në fakt jo. Në fakt shpesh prindrit ankohen nuk kam kohë. Në fakt na gjejmë kohë kur duam, sidomos për fëmijën duhet të kesh kohë, kështu që kjo nuk është një arsyetim. As pak, mendoj si përkundrazi mu shpesh më duket banale, nuk i kohë mu marrë me fëmijën tonë. Përveç asaj nuk ka të bëj koha, sa ka të bëj mënyra se si shfrytëzohet ajo kohë. A është kualitative apo jo? Neve kemi plot prindë si rrinë nana që s'punojnë rrinë të ditën me fëmijën, po nuk është se japin një edukim të mirë fillt, po njëjtën kohë edhe e kundërta. Prandaj koha e kaluar me fëmijën nuk ka të bëj me sasinë, po me kualitetin, në mënyrën se si ti e kalon kohën me fëmijën, mënyrën se si ti komunikon me fëmijën. Do me thonë ka shumë faktor që nuk lidhen me mungesën e kohës, po lidhen me mënyrën se si prindi funksionon me fëmijën, edhe ajo pak kohë si kalohet. Se kemi edhe prej atyre prindërve që i shohim non-stop në telefon në rrjete sociale dhe harrojnë se çfarë është duke bërë fëmia e tyre, është në shtëpi, në shkollë apo është duke bërë diçka tjetër. Kjo është edhe mshme. Vërtet po e tregoj tash me qenë se mbrëm e hasa këtë gjë. Familja, ishtë dalë fëmija, po mendoj si ishte 3 vjet, 4, edhe me telefon personal përderisa prindi, nana kish telefonin, baba dhe fëmiju. Edhe që të tren tavolin, ishin në telefon. Ajo është koha, jo e kalu me kohë me fëmin, po koha ma e dëmshme që fëmija kalon. Imagjino, një familje ka dalë për qef, muar këtu, edhe që të 3 ishin në tavolin me telefona. Kjo është modeli ma i dhimshëm që unë shoh tek familjet. Prandaj, vërtet u mendoj si prindrit duhet me qenë më të përgjegjshëm. Po nëse rrjetet sociale, po supozojmë ishin zhduk për 1 muaj, a do të ishte me lumtur rinia, shoqëria, apo dhe familja në mes? Unë mendoj se për 1 muaj, edhe nëse ishin zhduk pa pritmas, kjo do sillte probleme për shkak se në përgjithësi neve si individ e kem problem u ambientu me situatat e reja, kështu që ishtë dasht një kohë në mënyrë graduale. Pa dyshim që kufizimi i rrjeteve sociale, nuk po thom me u zhduk, po mu kufizu pak, kishtë qenë shumë e mirë dhe mendoj si kishtë pas shumë efekt pozitiv në shëndetin mendor. Ndërsa doktorish, për në fund, nëse sot do të hynit pra në çdo familje shqiptare vetëm për 5 minuta, cili do të ishte problemi emocional që mund ta gjeni më shpesh aty? Kjo ndërlidhet shumë edhe me familje, çfarë mosha kemi të ajo familje. Kjo ndërlidhet shumë, unë e thash gjithmonë, neve duhet me pas parasysh këtë gjeneratën që ka përjetu luftën. Zakonisht, problemet, thash konflikti gjeneratav janë, mendoj si tash problemi që do kisha hasë është një fëmijë i cili është gjatë gjithë kohës pranë teknologjisë, gjë që është shumë e dëmshme, edhe prindrit nuk ndërmarrin asnjë mos. Mendoj si çrregullimet e ankthit janë ndër çrregullimet më të përhapune tek të rinjët sot në vendin tonë, e që për fat keq neve nuk kemi statistika, e për fat keq nuk trajtohen.
për shkak se tregova përveç stigmës, unë mendoj si edhe aspekti financiar këtu ka të bëjë shumë. Doktor Esh, faleminderit shumë për krejt këshillat dhe për krejt informacionet që i dhe për shikuesit tanë. Gjithashtu ishte kënaqësi. Shikues të nderuar, kaq kishim sa i përket këtij emisionit, shihemi në javën e ardhshme, natën mirë dhe mirupafshim.